mund çfarë kam dëgjuar. Sa do të paguajnë koncertet e Gjesit pas Big Brother? Tani unë e di që Jozi kur doli herën e parë, kishte kërkuar 10.000 euro për një Për koncert. një natë. Tani patjetër që Gjesti do e ketë 10.000-shën të sigurt. Okej. Po ndoshta mund të shkojë edhe 15. Aha. Sepse koncertet që do bëhen pas Bigut do t'i ketë të gjitha datat e zëna dhe natyrisht që do shfrytëzoj sa më shumë maksimumin e ditëve ku fama është në kulmin e saj. Se dihet që pastaj fama bie dhe bie dhe çmimi. Sa lek fitojnë, sa të ardhurë fitojnë banorët e Big Brother VIP nga postimet që bëjnë në Instagram pas Big Brother, duke qenë se vëmendja është e madhe, kërkon nga shumë brende. Sa shkon një postim në kohërat e sotme për një personazh që është në qendër të vëmendjes? Shiko, nuk mund t'i marrësh shumë përballë sepse deklaratat që bëjnë vetë. Jo ato që bëjnë, Ato po që se gazetar showbizi. Unë them që mund të shkojnë, fillojnë nga 50 euro. 50 euro një post? 50 euro një post, varet nga personazhi. Okej. Dhe mund të kapin shifra, ku do unë maramendse. Të tipit? Të tipit, ku do unë 2000 euro. Kam dëgjuar edhe këtë gjë e kam dëgjuar. Për një postim. Unë kam dëgjuar dhe 5 në kohën e Big Brother 2-shit, po. Në kohën e Big Brother 2-shit, po flet për kohën e... Luhet leku madh me këto të Instagramit. Po flet për Luizelin. No, nuk e kam për ato, them banorët e atij edicioni ku unë isha pjesë, bëni muhabet me njëri tjetrit. Po nuk besoj se kanë qenë të gjithë, mund të ketë qenë Kiara dhe Luizi në këto ujëra. Kush mendon që do të jetë personazhi më i kërkuar vërdall në industrinë e marketingut, të biznesit pas përfundimit të këtij edicioni? Gjesti, ha? Pas Gjestit? Pas Gjestit vjen Egli. Pas Eglit? Pas Eglit vjen... Po flasim vetëm për finalistët. Jo, vetëm për finalistët. Okay. Mos ta ngatrojmë me të tjerët. Vjen Rozana dhe Laerti fundit.